është shumë e rëndësi. Pra nuk e kemi një parti politike dhe një lider politik i cili merr veprime edhe vendime racionale, të cilat janë në kulturën tonë politike, të cilat janë të parashikueshme. Dhe sepse logjika institucionale e kulturës politike në Kosovë thotë kështu, kur e ke ti një pushtet, një dominim në kuvend me 58 deputet, pra në të kaluarën ka pas kryeministra që edhe me më pak deputet i kanë kriju krejt institucionet, edhe kryeministrin, edhe parlamentin, edhe presidentin. Pra, ne duhet ta definojmë kë ne kemi përballë. E kemi përballë një parti politike e cila don dominim total. Ajo nuk don, se më thonë mas pari me respektu Kushtetutën e Republikës Kosovës, e cila bazohet në dialog dhe kompromis. Për ta dialog, kompromisi janë fjalë të dyta. Ai don dominim në nështrim. Dhe kërkesa e Zotit Kurti është kjo. A e votoni ato që duon? Jo, shkojmë zgjedhje. Unë e fitoj prap, edhe të njëjtën pyetje ta bën pas zgjedhjeve prap. Pse atëherë Berami Po. Pse atëherë kur ju dha mundësia që të propozoni dikë, qoftë konsensuale apo jo, po së paku të propozoni dikë, nuk e bët këtë gjë? Jo, do të thotë kjo... Sepse ju thoni se ai nuk do zgjidhje, po në anën tjetër kur ju ofrohet mundësia sërish nuk bëheni pjesë e zgjidhjes. Jo, Partisë Demokratike të Kosovës kur nuk ka ofruar mundësia për me propozu askënd. Sepse kërkesat tona kanë qenë të qarta. Fillimisht ka qenë një kandidat konsensual. Pra, përpjekjet tona kanë qenë për një kandidat konsensual. Unë po them, na do të më kthy kulturës tonë politike. Në këtë vend president janë bërë njerëz në dy rrugë. Rruga e parë u kanë përmes konsensusit, rruga e dytë u kanë përmes marrëveshjeve politike. Ky e ka kriju një rrugë të tretë, një rrugë që s'ka ekzistuar kurrë, një terren i pashkelun, edhe mundohet që gjithëve me na imponu me shku rrugës së tij. Zoti Kurti kur nuk na ka dhënë neve drejtë me propozu. A di çka ka thonë ai? Kjo puna e presidentit është garë. Thë që ama emnin, edhe unë e japi emnin, him garë edhe të shohim kush fiton. Dëgjoj, kjo tingëllon, se më thonë te djalim Teo, të 12 vjeçar, kjo tingëllon interesante, po njerëzit që kanë memorie e dinë ç'është shkriju institucionet tonë. Pra, nëse nuk don konsensus për figura konsensuale, hajde bëjmë